Gjykata e lartë ka caktuar dhe datën kur do të zhvillohet seanca për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Më datën 8 korrik në gjykatën e lartë do të zhvillohet seanca për Velian dhe Elmar Bulen. Ata kërkojnë ndryshim të masave të sigurimit. Ora kur do të zhvillohet seanca në dhomë Këshillimi është në orën 12. Gjyqtarët do të shqyrtojnë argumentet e dhëna nga mbrojtja e Veliajt dhe po ashtu edhe mbrojtja e Bules dhe më pas argumentet e Spakut se nuk duhet të ndryshojnë masat e sigurimit. Në fund gjykata e lartë do të thotë fjalën e fundit nëse Veliaj do të qëndrojë në qeli apo do të fitojë lirinë. Më 9 qershor apeli i QKK-s la në fuqi masën e sigurimit arrest me burg për kryebashkiakun e Tiranës, i cili kërkoi lirinë kundrejt garancisë pasurore, pa përcaktuar një shumë duke ja lënë në vlerësim gjykatës. Po gjyqtari e Gert Kollumbi rrëzoi kërkesën, ndërsa la në fuqi dhe masën e arrestit shtëpiak për biznesmenin Elman Abule, i cili ishte vetë në sallë. Kryebashkiaku i Tiranës është në hetim për korrupsion pasiv dhe pastrim parash, ndërsa ndodhet në arrest në burg që prej 10 shkurtit.